Mirëmbrëma gjithëve, mirë se vini. Si dita hënqër, sot edhe ne këtu nisim një javë të re në studion e 180 gradë, sigurisht duke synuar dhe pretenduar që t'ju dhurojmë disa momente të këndshme, sikurse jam e sigurt që do t'jenë dhe sot, pasi do t'jemi në shoqërinë e miqve të ri, e një temë të re shumë interesante cilën do ta diskutojmë këtu në studio, inserteve dhe muzikës. Meqense përmenda dhe muzikën, dua të falenderoj shumë përzemërsisht orkestrën tonë, çunat tonë të mrekullueshëm që na shoqërojnë javë për javë. Një duart rokitje, javë për javë duke shoqëruar artistët, këngëtarët, grupet muzikore të ftuara live. Por gjithashtu atmosferën e krijon dhe publiku që ndodhet këtu në studio dhe jo vetëm, po edhe ju që na përkrahani dhe na ndiqni dashur shikues. Faleminderit. Për të mos e zgjatur, dua me njëherë të prezantoj temën dhe atë sigurisht që nuk e bëj unë, po është kolegu im Andi Deliana, i cili na prezanton dhe na sugjeron madje edhe prodhime kinematografike interesante që kanë lidhje dhe me temën, apo jo Andi? Absolutisht. Gjithmonë e bëjmë këtë çdo javë. Në këtë sot, pra, tema e ditës është, ajo që do bisedojmë sot me të ftuarit, është verat shqiptare. Degustimi i tyre, çfarë do të thotë, le të themi, një person që konsumon verën, a ka të bëjë kjo me statun social, përse njerëzit konsumojnë këtë produkt dhe jo një tjetër, si lidhet kjo me traditën le të themi e prodhimit të verës në Shqipëri, sa e vjetër është kjo tek ne, ka shumë pyetje rreth kësaj teme. Për sa përket kinematografisë, disa nga filmat, jo të gjitha që ne kemi të javës, mund të lidhin në një farë mënyrë pikërisht me këtë status social, le të themi me mënyrë se njerëzit duan ta jetojnë jetën me ato që ata besojnë se janë, sigurisht mund të lidhet edhe me verën indirekt. Do ta filloja me një film të Goldit, një nga 5 filmat e Goldit, që actually quhet Blue Jasmine. Është i nominuar me 3 Oscar. Ndër të tjera dhe vetë Kate Blanchett është e nominuar si, po absolutisht. Woody Allen është një regjisor amerikan me një traditë shumë të vjetër. Llojet e filmeve që ai bën janë të veçantë, mund ta shikosh filmin dhe të kuptosh më njëherë që është stema e tij, është le të themi firma e tij është në film. Mua ky film kur e kam parë më ka kujtuar një film të viteve 2000, shumë interesant, një ngjarje disi e ngjashme, por I themi me një mënyrë të re të bëri ose të treguarit të ngjarjes. Këtu flasim për një socialite, një person që në vërtet I beson mënyrës jetës mondane, po fillon shpara për status social, është pikërisht një I tillë, por që jeton në një realitet gati paralel, gati zhgënjyes. Duhet parë film për të kuptuar më tepër, nuk është aq e themi optimist, nëse kalojmë tek filmi tjetër. Pati filmi I radhës është Runner, krejt zhanër I ndryshëm me atë që sapo pam. Ben Affleck, Justin Timberlake interpretojnë një film, siç e thash, zhanër, mob, gangster, kemi një individ që ne sigurisht këtu patjetër duhet të ketë një skenë me ndonjë god verë për shembull. Flasim për femra të bukura, ka dhe sigurisht edhe vera është e pranishme në këtë film. Le të pasim me filmin e radhës. Filmi I radhës është CBGB, po flisim për femra të bukura dhe jetë mondane. Në vërtet ky film është gati një musical, tregon si ka lindur rocku underground në një nga, le të themi, venue-t më të njohura të New Yorkut. Është një lloj historiku, por më tepër shprehur në formë një, le të themi, një feste, një mënyrë se si njerëzit jetojnë jetën. Kemi parë filma të tillë në digital dhe më parë. Ky është një prej tyre. Kemi një aktor, mua habita pak kur pash Alan Rickman në këtë film, megjithatë është në vendin e vet, filmi shumë I këndshëm, duhet parë, duhet ndjekur për ata që me të vërtetë pëlqejnë muzikën, vallëzimin dhe sidomos rockun. Le të pasojmë me filmin e radhës The Purge. Kjo është krejt gjë tjetër. Një film horror, dram, crime. Ethan Hawke nuk e di për çfarë arsye ka filluar të zgjedhë shumë filma të këtij zhanri, horror psikologjik, është një I tillë gjithashtu. Filmi është vërtet cilësor, flasim për një lloj horrori fantashkencë bashkë. Supozohet sikur në një realitet distopian në të ardhmen, vendoset që në 12 dhjetor krimi është I lejuar. Po flisim për verën, për alkoolet, dikur kanë qenë të ndaluara. Këtu po flasim çfarë tjetër mund të jetë ndaluar. Mashashi, drogat e tjera. Krimi le të themi është një lloj droge. Për 12 orë, le të themi në një vend të saktuar, le të themi që okay, nuk ta quajmë krimin diçka të ndaluar, çfarë do ndodhi? 12 orë çfarë ndodh? Edhe këtu merr spunt në film. Nuk është histori e vërtetë, sigurisht është thjesht një fantazi, një thriller I veçantë. Thriller I veçantë është Justin and the Knights of Valor. Kemi një personazh shumë interesant, një djalosh që do të bëhet burr një ditë dhe kalon ndaj procesit të bërit Knights, domethënë Nobel, fisnik. Një proces I tërë, po flisim sigurisht dhe një shpar për jetën mondane, të qenurit dikush në status social, mënyra se si jetojmë jetën. Të gjitha këto përfshihen në 5 filma që unë sapo përmenda. Është mirë ti ndjekim në këtë javë në digital, kemi pra gjatë gjithë kohës në Gold.
është mirë të ndikim dhe një insert lidhur me filmat, po dhe me diçka tjetër lidhur me verat shqiptare dhe më gjërë. Dhe pastaj rikthehemi përsëri në studio. Sigurisht me të ftuarit tanë. Ja ku rikthyen pas të insertit dhe tashmë u bëj një orë për ju të dashur miq që do të flasim për verërat. Pra, lidhur kjo edhe me jetën e bukur, jetën mondane, sigurisht, se si mund t'i njohim ato, si mund t'i shijojmë, mund të marrim sa informacione mjaft interesante, pasi edhe paneli sot në studio është i tillë. Kështu që unë menjëherë filloj me prezantimin e tyre. Ndodhet sonte këtu Ori Kuçi, sipërmarrëse, personazh i njohur publik, një dashamirëse e jetës bukur, sidomos e verave, Ori apo jo? Absolutisht po. E dashuruar do thoja dhe le të themi preçko se jam dashuruar bën pjesë edhe në ditën time, kështu që për këtë do të flasim. Bledi Strakosha, prezantues, gjithashtu një figurë e njohur publike dhe gjithashtu një dashamirës i jetës mondane, i verave të mira. Mirëmbrëma Bledi, mirë se erdhe në studio. Ilir Lagji, sommelier, i cili mund na flasi për më shumë detaje dhe me më shumë profesionalizëm, apo siç i themi ne degustator, ndryshe me një karrierë gjatë në Shqipëri dhe jashtë. Mirë se erdhe. Madje edhe në Tokyo, duke përfaqësuar Digitalbin. Po për këtë projekt do flasim pak më vonë. Mirë se erdhe Lir. Gjithashtu me mua ndodhet dhe Andi Deliano, i cili nuk mund mungon në panel pasi dhe ai është një dashamirës i jetës mondane, pa diskutim, regjizor, adhuron filmat, si mos do jetën e bukur dhe verat. Edhe verën gjithashtu. Mirë Andi. Ori, pse mendon është e rëndësishme një gotë verë në një tryezë? E nisim kështu fillimisht. Është shumë e rëndësishme lupa që ne përdorim për të parë gjërat që ne japin kënaqësi në jetë. Dhe në vizionin tim, të pirit një gotë verë është të bërit histori, është të bërit mirë në shëndet, është shijimi i një ushqimi të mirë apo më pak, besoj që në momentin e parë që ke një gotë verë të mirë, sigurisht që mbulohet me një tisë, le të themi, ëmbëlsie, dhe sepse në vizionin tim vera është një pije që zgjon edhe senset. Ka të bëjë me të parin, ka të bëjë me nuhatjen, ka të bëjë me shijen, dhe sigurisht në fund me të gjithë dashamirësinë që ajo t'jep në ato momente. Po ajsa ka të bëj me historinë, sepse çdo verë ka një territor ku bëhet, ku prodhohet, si është bërë, si ka ardhur deri aty. Domethënë të gjitha këto duket sikur nuk është se kur ulem mendoj gjithë të gjën, po vjen natyrshëm dhe instinktivisht, siç thash edhe në filles, përshkosa e dashuron atë gjë dhe unë e dashuroj të pirit. Duket kështu si e tmerrshme, po në fakt për mua të pish një gotë verë është një lloj si të dëgjosh një muzikë të bukur, siç do krahasoj me Maria Kalasin, zëri i saj më jep këtë përqasje dashamirësie, në të njëjtën situatë jam edhe me verën. Realisht e përdor, e konsumoj çdo ditë. Fati ka dashur që vera, mes disa studimeve të bëra në përbot, ka dalë edhe që bën mirë për shëndetin, bën mirë për zemrën, bën mirë për shumë gjëra, kështu që është edhe një lloj justifikimi për ta bërë pjesë të ditës, dhe unë realisht e kam pjesë të çdo dite të jetës time. Po Bledi, sa i lidhur është me verën, sa e konsumon? Po unë përgjithsisht me alkoolin nuk është që jam shumë i lidhur dhe nuk konsumoj pothuajse kur alkool nëse nuk jam me shoqëri, pra vetëm nuk konsumoj. Është e vërtetë, siç tha dhe Ori, që të gjitha sugjerojnë një gotë verë të paktën në ditë, edhe mjekët është i vetmi ndoshta alkool që nuk të bën dëm, e vetmja pije alkolike që shkon shkëlqyeshëm me një shoqëri të mirë, me një bisedë të mirë, me ushqim të mirë. Problemi i verës është që, se ju pak më parë në mos gaboj po flisit pak edhe për një status social që tregon vera. Por sot kjo pije është e përballueshme nga të gjithë, sigurisht në një cilësi inferiore krahasuar me verat të cilat janë vjetruar aq sa duhet, janë stazhonuar në mënyrë më perfekte të mundshme, e që sigurisht ka një kosto të jashtëzakonshme, por unë mendoj që nëse arrim ta përballojmë, padyshim që në atë faturën e fundit në një restorant të mirë, vera duhet jetë gjëja më e shtrenjtë. Do të thënë ja vlen të konsumojmë verë, po verë cilësore, sepse ajo pastaj jep lezetin gjithçka. Përndryshe kemi një shije të keqe dhe është e vërtetë që prishet atmosfera, ndikon pra dhe në të tërën, jo vetëm në shijen që kemi.
Mirë, lëmi Lirin të na thotë kur ka nisur të prodhohet vera, a ka fakte? Faktet vijnë nga zona e Kaukazit, rreth 5500 vjet më parë, shumë larg në histori. Po, qofse do të referohem Evropës, është Greqia, më vonë Italia e pastaj gjithë pjesët e tjera të kontinentit evropian. Ndërsa referencat për Shqipërinë janë që shumë varietete rushi, zanafillin e tyre e kanë nga trepat shqiptare. Është shumë e rëndësishme dhe nuk duhet të evituar. Si ka patur fillimet? Fillimet ndoshta në prodhimin e verës janë rastësore, si çdo gjë me pjetë alkolike. Që kemi arritur deri në ditët e sotme që kemi pjesë të tavolinave dhe e duam kaq shumë. Qofse do referohem historisë, atë është nisur rastësisht. Fermentimi i rushit në mënyrë primitive, ndërsa ndonë se të dalin më ditët e sotme, kemi një teknologji, një përpunim. Pra fillimisht nuk është nisur për të nxjerrë një produkt tillë, po thjesht nuk është nisur për të nxjerrë një produkt. Nga një fermentim rushi. Nëse në ditët e sotme, çdo gjë ka ndryshuar, e tha dhe pak më parë, vera ndodhet në tavolinat tona, ndodhet në jetën tonë. Për ne që kemi statusin e somelierit, është për ne çdo gjë. Nuk Mua më duket sikur luani ju, nuk e kuptoj gjithë atë procesin, padyshim mos i adhurueshëm, po unë të them të drejtën nuk marr vesh fare nga vera. Do të thënë, perceptoj vetëm shihen që më lë, siç e thash, edhe ndikimin që ka pastaj edhe në bisedë. Po gjithë procesi duhet të jetë shumë interesant kur je njohur si mirëfillti. Nëse do fokusohemi në një tavolinë restoranti, evitohen sensi i nuhatit shpeshherë. Një kompani e mirë, një shoqëri e mirë, një ushqim i mirë na bëjnë shpeshherë të mos përqendrohemi tek vera, por nëse ne duam me të vërtetë degustojmë një verë, atëherë esenca e parit përmash esencën më e rëndësishme në degustimin e verëve. Me shikimin e një gote vere, një degustator, një sommelier, një verdasës mund të kuptojë rreth 60-70% të cilësisë verës, të vendit ku është prodhuar, të varietetit të rushit, dhe shumë faktorë tjerë. Është edhe ajo që quhet blind test, që i thonë që një ekspert e provon e nuhat verën pa parë etiketën dhe rrjedhimisht del në konkluzionet përkatëse. Mirë, pyesim edhe Andin. Ky degustimi i verave apo njohja e tyre, mendon se është dhe një lloj qytetërimi, një kombi, Andi? U them që po. Sa lidhet me këtë? Nëse të flas për mua personalisht, lidhja le të themi me konsumimin e verës, fillon çik herët në moshë. Unë kam jetuar shumë vite në Francë, shumë kohë përpara, bie 20 diçka vjet. Lidhet çik me lifestyle që familja franceze ku unë jetoja ose miq që kisha më vonë, ishte pjesë e jetës së tyre. Unë e kam marrë si të qenë, si pjesë të asaj që edhe unë duhet jetoja bashkë me ata. Më vonë avash me kohën fillon mësohesh, është diçka që nuk mund ta përfitosh më njëherë, kështu besoj unë. Mund ta jem gabim. Me kohën duhet avash fillon kupton, nuk është diçka që i përket vetëm një moshë adoleshente ose pra vjen çik me do pak kohë, do ta kuptosh çfarë do të thotë, bësh diferencë midis një vere të mire, një verë të bardhë apo të kuqe, çfarë e kujt zone është, çfarë lloj varieteti është përdorur. Me cilën ushqim shkon. Absolutisht. Kush të përshtatet më tepër si kombinim Merlot Cabernet së bashku apo do diçka tjetër. Kam provuar vera edhe në Shqipëri që janë shumë të mira, bile me rush lokal. Unë më habita fare. Vera që plakeshin mirë, s'tin vjetrohen mirë. Në Francë më kanë rasti të qëndroj në Burgonjë për kohë të gjatë, është le të themi vatra e verave të kuqe, vera më të mira, vera që plaken mirë, që vjetrohen mirë në Francë. Ata nuk, më tepër kishin verën e kuqe në atë zonë, si diçka që prodhonin dhe konsumonin, e pëlqenin shumë ato. Çdo krahinë e Francës ka verën e vet, çdo fshat në Francë ka verën e vet. Nuk është diçka, po flas për lifestyle, nuk po flas për cilësi, do flas zotria më vonë, po flas për atë që unë kam parë, e kam përjetuar si të qenë, që kudo që shkoja, do ta shikoja, sidomos në zonat rurale, në Paris sigurisht, por është tjetër gjë, ka një aspekt më, le të themi, mondan patjetër Paris, në disa shoqëri, grupime të saktuara. Jo gjithë Paris është mondan, jo gjithë njerëzit në Paris janë mondan, janë thjesht parizian. Ndonjëherë bile thon, unë nuk jam francez, jam parizian. Tot parizianin nëse më të vërtet konsumoj një bisedë me për kohë të gjatë me një parizian, do ta nxjerrë këto. Është e njëjta gjë për New Yorkun.
I'm a New Yorker, thonë New Yorkes, nuk thonë jam Amerikan, po thonë I'm a New Yorker, jam New Yorkes. Mirë, Andi, me qënë se përmënde pak më parë këtë faktin që sigurisht edhe Vera do kombinacionet e saj, Ori, mendon se këto janë standarde, apo janë personale, individuale, që me një gotë verë të kuqe shkon x ushqim, x atmosferë, apo një lloj veçantë muzike? Këto janë formula, apo... Përqasja e bisedës që unë do bëj është pak revolucionare, në sensin masiv, për e shko sa unë nuk besoj as pak që verat caktuara hanë me ushqime caktuara, apo si që shpesh jemi mësuar të gjojmë që nëse ham produkte deti, duhet ta shoqërojmë me verë të bardhë. Nuk e ndaj as pak të mendim, madje e bërtas kur jam në për restorante, sepse realisht unë mendoj që një verë e kuqe është mrekullisht shumë e dashur me një produkt deti. Mendoj që vera e bardhë të paktën në qertulet shqiptare nuk është nga më mira vetë, nuk kam respekt shumë për verën e bardhë. Pra preferon të kuqen? Sigurisht, kam provuar verë të bardhë që është shumë e mirë, po më ka ndodhur shumë rrallë. Kësisoj nuk kam dashur të prish imazhin e eksperiencës së aktuar. Nuk mendoj fare. Unë mendoj që më vjen ndërmend Baudelaire me një shprehje që unë e dashuroj dhe thot me verë, me poezi apo me virtyte, si të mundesh vetëm dehuni për ta lidhur me lifestyle-in. Është shumë e rëndësishme që ne në momentin e parë që kemi një personazh në vetvete, e kemi kultivuar atë, kemi punuar për të qenë vetja jonë. Vera është një ambasador shumë interesant, sepse në momentin e parë që ti e pi dhe e konsumon, ajo e bën shumë të lehtë që ti t'ja japësh botës apo tavolinës ku ti je veten tënde. Veten tënde, ndjeshmëritë tua, poezinë tënde, apo qoftë dëshirën për të thënë gjëra nga më të çuditshme. Dhe unë një nga motivet që e dua, më vjen në mendje një shprehje tjetër që thotë njerëzit që nuk pinë kanë diçka për të fshehur. Kështu që unë pi, më pëlqen shumë, ndodh shumë shpesh në bazë të verës të zgjedhjet çfarë të ha. Dhe në vizionin tim pija në tavolinë është le të themi pjata më e shijshme dhe ushqimin vetvete për mua është kështu contorno, e thënë italisht është zbukurim, domethënë. Mendoj absolutisht që të dish të pish është kulturë në vete. Mendoj që do doja shumë që në Shqipëri njerëz si Puna e Ilirit të kthehen dhe të na japin gjithë eksperiencat e veta, pasi nuk mendoj që ne kemi një kulturë të mirëfillt vere, si konsumator flas. Do doja shumë që të respektoheshin të gjitha nivelet e respektimit të verave, sepse nuk na ndodh rrallë herë që të shkojmë në një lokal caktuar dhe të paguajmë një verë jo të mirë shumë shtrenjtë, apo të ndodhet çudia që një verë shumë të mirë ta paguajmë shumë pak. Kështu që për aq kohë sa unë besoj verën të pirit në fakt, dhe kur them të pirit gjithmonë duke respektuar alkoolin në vetvete, për aq kohë sa e konsideroj si një pjesë shumë të bukur për njerëz të bukur me shpirt të bukur dhe delikat apo të ndjeshëm, do doja shumë që të investohen në mend apo në eksperiencë, të kultivohen njerëzit kulturalisht mbi këtë gjë, sepse e para është shumë e mirë dhe e dyta ndoshta do jemi gjithë më të lumtur edhe më të qeshur dhe do mundohemi sa do pak të heqim pak të energjitë negative që... Mirë, Ori, ne në fakt në momente një gotë verë nuk e kemi, po muzikën mund ta ofrojmë. Pasi do të bëjmë një shkëputje për dëgjuar një këngëtar të ri, por shumë të talentuar. Pierre Noshi, madje me një stil shumë të veçantë. Skena për ty. Just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You feel like heaven's to touch. I wanna hold you so much. As long as love is alright, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
Depends on the way that I said. There's nothing else to compare. These eyes of you makes me weak. There are no words to speak. So if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just so good, so true. Can't take my eyes off you. I love you, babe. And if it's quite alright, I need you, babe. To all the lonely nights, I love you, babe. Trust in me when I say, oh, pretty babe. Now that I finally say, oh, pretty babe. Don't bring me down, I pray, just let me love you, baby. Let me love you. You're just too good, so true. I can't take my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love is alive, and I think that I'm alive. You're just too good, so true. Can't take my eyes off you. I love you, babe. And if it's quite alright, I need you, babe. To all the lonely nights, I love you, babe. Trust in me when I say, oh, pretty babe. Now that I find you, say, oh, pretty babe. Don't bring me down, I pray, just let me love you, baby. Let me love you. I love you, babe. And if it's quite alright, I need you, babe. To all the lonely nights, I love you, babe. Trust in me when I say, oh, pretty babe. Now that I find you, say, oh, pretty babe. Don't bring me down, I pray, just let me love you, baby. Let me love you. I can see the eyes of you. Blue love, left me wait a long, long time. And blue love, baby, the little thing that I dedicate 100,000 smiles. My heart cried inside me. And blue love, baby, the kind of feeling that I never wanna see. Nobody knew me, baby. I was young, I always felt when I fell in love. You cannot believe that it was real. Blue love, you cut me down and set me up. Blue love, baby, you left me wait until the rain. Blue love, you left me speechless, alone inside. You are a poison in my heart, and I knew it from the start. And I'm fighting to survive.
Faleminderit Pierre, faleminderit Çuna. Në fakt, këngëtari në ftuar ja ka përshtatur më së miri muzikën një tavolinë të shtruar me një ushqim të mirë, me një verë të mirë. Po nejse, rikthehemi diskutimit. Pra dashur miq, po flasim sërish për verat. Por ndërfakt Bledi tregu ofron një mori të tërë produkte shtëpie alkolike nga më të ndryshmet. Zgjedhësh pikërisht verën, mendon se është e dalë moda apo është zgjedhja ideale? Jo, unë mendoj që verën patjetër duhet ta zgjedhësh, e thash edhe më parë, cilësore. Nuk duhet ta harrojmë që vera ka dhe përmbajtje kimikatesh. Pra, mund të ketë dhe një lloj reagimi në organizmin tonë, një verë jo e mirë, përveç humorit edhe të njësër faktorëve të tjerë. Mbase të shkaktojë edhe problemet lehta shëndetësore, si dhimbje koke e tjerë. Nëse më lejoni, do doja të thesha pak në bisedë te kombinimi i verës me ushqimin, siç po fliste Ori pak më parë. Me gjithë respektin do t'isha pak kundër, sepse në fakt është gati një tabel rigoroze kimike, ajo që kombinon verën në bazë të mënyrës se është fermentuar, të origjinës së rrushit, po ashtu dhe të gjithë përbërësve të tjerë kimik me produktet ushqimore. Sigurisht asnjë njeri nuk është njësoj me tjetrin, dhe mënyra se si ne tresim ushqimin, se si na shijon gjithçka dhe ndikimi që ato kanë mbi ne është krejtësisht ndryshëm. Po unë ushqimet e detit nuk imagjinoj dot me pa verë të bardhë. Unë personalisht. Kur të vi ftuar në shtëpinë tënde do marr vetëm verën me vete. Jo, kam edhe të kuqe dhe i shijoj të dyja shumë mirë, po më kujtua dhe një shprehje shumë e bukur që nëse do që dikush të jepet, gati si me magji, ofroj verë, sepse të trullos, të sjell në qef në një mënyrë të jashtëzakonshme, edhe shijon muhabeti, shijon gjithçka, është padyshim një mirë, pas mendimit të dy dashamirësve, do doja t'ja kaloja pak fjalën e Ilirit për t'na treguar se si mund ta dallojmë një verë nga cilësore, ajo jo cilësore, apo qoftë dhe këto kombinimet për cilën ne po flasim dhe dy të ftuarit nuk janë dakord për verën e kuqe me prodhimet e detit për shembull, apo duhet e bardha. Për dalluar një verë cilësore apo jo cilësore, kuptohet që duhet njohje, duhet të jesh shkolluar, po duhet edhe një eksperiencë, ashtu si thënë. Po 2-3 detaje për një degustator të thjeshtë të vere, ka duke filluar që nga ambalazhi i një shishe, të cilën ti do ta zgjedhësh dhe më pas mendoj se pasi ti e provon ambalazhi dhe nuk luan rol në cilësinë e produktit, në cilësinë e verës, a është cilësore apo jo. Fatkeqësisht unë këtë term përballoj këtu në Shqipëri, në vendet e tjera nuk njihet, nuk mund perceptohet që një shishe e bukur e dizajnuar një etiketë e bukur, atëherë edhe vera është cilësore. Zotëria pak më parë foli për zonën e Burgonjës, një nga vendet më të njohura në botë për prodhimin e verës, varieteti Pinot Noir, dhe ata bazohen tek thjeshtësia. Etiketat e tyre nuk kanë atë pompozitetin, të thënë ndryshe, por vera është shumë cilësore, janë vera të rralla, vera të cilat ne nuk mund t'i blejmë tot. Kështu që në aspektin e etiketës, do thoja apo shishes apo materialit, është e vërtet, por jo gjithmonë. Po në moment që e degustojmë? Nëse në momentin që e degustojmë, atëherë është një ekuilibër i strukturës së verës, një ekuilibër ndërmjet alkoleve, sasisë së sheqerave, tanineve tek vera e kuqe dhe acideve tek vera e bardhë. Qoftë se këto janë në një ekuilibër të plot, atëherë flasim për një verë me të vërtetë shumë cilësore. Nëse ajo, s'ka po thonë të më parë tek kombinimet, unë jam dakord me të dy parafolësin. Janë disa rregulla që ndiqen për abinimin verë dhe ushqim, ndaj dhe vera është, do të na bashkoj edhe këtu të flasim, sepse ndërpjet alkolike është e vetme që abinohet me ushqimin. Pjetë e tjera, të që kemi në Shqipëri tradicionale, rakin, whisky apo nxin, nuk kanë një abinim me ushqimin ashtu siç e ka dhe vera. Ka aftësinë të zhvillohet, lind, rritet dhe vjen një moment që vdes, kjo bën të verën më të bukur. Tek abinimi do të thoya këtë që janë disa rregulla, por rregullat janë bërë për të thyer, kështu që jam dakord me unë e nisa bisedën që jam revolucionare, kështu që në sensin e kësaj bisede, po për mua absolutisht që... Jo se mos e keq kuptuar, unë prandaj thashë që njëri ka mënyrën e tij. Nuk ka keq kuptime, është çështje shihesh. Kurioz jam nëse mund të bëj një pyetje. Ajrosja e verës më ka kuriozuar gjithmonë dhe unë e ngatroj. Ajroset vera që është më e vjetër, ka nevojë për pak ajrose apo vera që është më e re? Ajrosin do ta lidhim me procesin e dekantimit. Është një proces që botën e sommelierisë e ka përçarë, do thoja. Nga fjala dekanter ne nënkuptojmë që veçojmë.
veçojmë verë nga përbërësit e ngurtë. Verat e vjetërura janë ato që kanë përbërës të ngurtë dhe ne jemi të detyruar ti dekantojmë për mos prishë atë imazhin, mos japin turbullësirë tek lëngu në procesin përfundimtar të degustimit. Ndërsa procesi e erimit, që bëhet po nëpërmjet dekantimit, domethënë hedhjes së verës nga shisha në një dekanter, kjo bëhet për t'i dhënë pak oksigjen, janë verat mendojni aromat e verë janë të mbyllura, kanë nevojë të shfaqen, se mos varietete si Cabernet Sauvignon, Shiraz apo Shiraz si njihet, kanë nevojë të ajrosen. Kjo është ajo që të shpalosin aromat e tyre, të ringjallin të thoja aromat. Kam një pyetje jashtë radhë. Kam bërë edhe në verat mira në Shqipëri, sidomos shqiptare. Nuk do përmend emra, se nuk jam kundër publicitetit ose pro publicitetit. Kanë gjithmonë ato kur ti hap, duhet të lesh normalisht verën një gjysmëore, mos e lëvizësh më radh po hap tapën një gjysmëore të marrë fryt. Sepse të reja kanë përshtypjen prandaj. Edhe vera e re prap do ta lesh pak të nxjerrë ato. Por kanë këto që quhet le goût de bouchon, shijen e tapës. Ajo nuk po bëj komente çfarë është, do ta thoni juve. Shija e tapës është një lloj myku. Me të vërtet prodhuesit shqiptar nuk kanë rritur deri atë nivel që të kenë një pastërti maksimale sa të mos ta ndjem atë. Do të ishte shumë ka bërë shumë për Shqipërinë. Unë nëse mund ta lidh pata fatin sapo ktheva në Shqipëri, të marr pjesë 2 vjet radhësi në panelin e degustatorëve në festivalin e krijuar nga Ministria e Bujqësisë për degustimin e verave kantinave shqiptare. Them drejtën, vitin e parë shokova, cilësia e verave ishte ashtu si e thatë, sidomos verat e bardha, një cilësi shumë e dobët, të kuqet relativisht më mirë. Vitin e dytë mund të them se puna ishte një ndryshim shumë i madh, sidomos tek verat e bardha, një evolim, me të vërtetë një evolim. E keqja që nuk është tradit. Sepse ju përmendë. Po sa e përshtatshme është Shqipëria për të prodhuar verë? Mendoj se është faqe e përshtatshme sa Italia, Spanja, Franca dhe Greqia. Pra thjesht mungon tradita. Klima, përbërja tokës. Kemi varietete dhe terroare shumë përshtatshme për të konkuruar denjësisht të vendet që përmenda. Varietetet tona si Kalmet, Sheshizi, Sheshiban, Puls, Flosh, janë varietete. Varieteti Pulsit kanë provuar një verë të pashkëqyrë. Me që se jemi të verat shqiptare, ke të preferuarat tilla cilat të pëlqen tipish vazhdimisht të shijosh? Shqiptare po mendoj? Shqiptare po. Në fakt nuk kam mende si tu është të qartë që kjo më pëlqen edhe pi, por jam shumë e hapur dhe kam shumë dëshirë e hapur, në sensin që kur jemi diku për të pirë diçka, një gotë verë me mish apo me familjen, jam shumë partizane që të marrim një verë shqiptare. Jam shumë pro prodhimeve shqiptare, jam shumë për zhvillimin e kësaj kulture tek ne. Është pak ajo që tha Iliri dhe Andi, do me thënë, unë nuk kam bërë shkollë, po duke qenë një konsumuse e vazhdueshme dhe rregullt, kam arritur të krijoj, si thua ato eksperiencet të mia. Dhe problemi që është realisht është shumë evident është puna e tapës dhe më falni djema që e kuptoj që ishte shumë diskret dhe nuk e thatë, po ndo e them që një tjetër problem është edhe mënyra e shërbimit, pasi kamarierët e kanë të pamundur ta kuptojnë kur ti thua që kjo shishe vjen era tap. Sigurisht është e gjitha bashkë, është një temë shumë më për të diskutuar, po ndodh shpesh që për të evituar këtë lloj përballje për hir të së vërtetës, kaloj me lehtësi dhe të verat e huaja. Dëshiroj verat italiane, ndoshta sepse kam kaluar shumë vite atje. Po, sinqerisht, kam një 2-3 vera shqiptare të cilat i konsumoj edhe në shtëpi në një 5 dite të vënës që mund të shoh juve, për shembull, në digital. Faleminderit, Ori. Bledi, ndërkohë kishte diçka për të shtuar tek... Jo, thjesht, doja të thosha që në fakt ka të paktën dy fabrika të quajmë, ose është pi që përpunojnë verën, po dhe pije të tjera alkolike, që kanë krijuar një lloj tradite gjithsesi jo më shumë se një dekadë, është krahasuar me historitë e tjera, sidomos të Francës, është gati qesharake. Megjithatë, ata organizojnë çdo fund viti festa, ku ftojnë miqtë e tyre dhe tregojnë të gjithë procesin se si ndodh, se ku ruhet vera, se kur fermentohet e të gjitha këto. Dhe është interesante dhe janë vërtet të shijshme, ndërsa përsa i përket pastaj shërbimit, padyshim
që mënyra se si vera shërbet është një artë më vete dhe tregon shumë dhe për vendin se ku je. Por nëse jemi në një restorant ku tarifat janë të lira, të themi, ku nuk ka një tradit të konsumatorëve që porosisin verë, edhe shërbimi sigurisht pastaj do të lërë për të dëshiruar, po aq sa dhe cilësia e vetë verës. Mirë, përveç prodhimit të verave në Shqipëri, populli shqiptar i lirë sa konsumatori verave është? Do thoya për... Dhe ku shkon një mesatare e konsumimit të verave cilësore? Nuk mund të kem statistikat sakta për thënë për një mesatare sa konsumojnë, po vjetër që 10 vjeçarën e fundit vera ka filluar të jetë e preferuar e tavolinave tona. Biles më bën përshtypje dhe në Durrës dhe në Tiranë, në disa bare të thjeshta, qoftë quajtura bare të zonave jo të populluara, shihet një konsumim i verës, është për të bërë vërtet për të habitur. Gjërat po ndryshojnë dhe besoj se do ndryshojnë. Megjithatë ka ndoshta prej mosnjohjes që shumë prej nesh ka përfshirë këtu dhe mua, ka abuzime në përbare kur ti merr një gotë verë të hapur, megjithëse është shumë ekonomike, shumë e përballueshme. Shpeshherë madje në zona qendrore të Tiranës mua më ka dhënë dhimbje të tmerrshme koke. Do të thonë një pasojë që normalisht nuk duhet ta kemi në momentin që pikërisht pra sepse ne nuk e kemi kulturë verën dhe nuk kemi të kultivuar për ta pirë. Do të thotë që një biznes të abuzojë me një konsumator që ndoshta nuk e ka. Po pra, kjo është pastaj ajo përsiatja dramatike që ne të gjithë me shumë delikatesë po mundohemi të evitojmë. Kjo është një problem shumë i madh, sepse shpeshherë përpiqemi këtë problem t'u aveshin personelit, po unë të shkojnë cik më tepër. Problemi fillon me lartë nga restoratori. Shpenzohet shumë në Shqipëri për një arredim, për një dekor të bukur, tavolina të bukura, sete, thik, piron, pjatë, me të vërtet shikohet që kanë investuar në këtë sektor, po këtu nuk investohet në trajnimin e personelit. Edhe duhet ndryshuar, nëse mendojmë që duhet të zhvillohemi, të evoluohemi në këtë aspekt, duhet ketë shkollat me filtra për trajnimin e personelit. Mirë, në këto momente do të ndalemi në një insert përgatitur nga gazetarët tonë, përsa i përket disa rregullave që duhen ndjekur në shërbimin e verës apo në shijimin e kësaj. Të pish një gotë verë me miq është një ritual lumturie në ditë të veçanta, jashtë në një vinotek apo restorant, por edhe në ambientet e shtëpisë. Për ta shijuar siç duhet këtë pije të veçantë, është e nevojshme të dimë disa rregulla kryesore. Si shijohet një gotë verë? Hapi i parë. Sigurohu që kur të kesh pranë një shishe verë, të cilën bëhesh gati ta konsumosh, të gjendesh në një ambient të ndriçuar mirë. Hapi i dytë. Ktheje gotën e verës në një pozicion me kënd 45 gradë. Në këtë mënyrë është më e lehtë të dallohet ndryshimi i ngjyrës nga qendra në skaje. Në tryez mund të vendoset një fletë e bardhë si background. Dendësia, ngjyra dhe qartësia jo gjithmonë tregojnë cilësinë e verës. Vera e bardhë zakonisht erret me kalimin e kohës, ndërsa vera e kuqe merr nuanca kafe duke lënë një të kuqe të fortë në fund të gotës. Hapi i tretë. Përzierje verën në gotë duke kryer disa spirale. Kjo lejon që të futet pak oksigjen, i cili ndihmon të çlirohet aroma e saj. Hapi i katërt. Vini re viskozitetin e verës ndërkohë që e përzjeni në gotë. Verat më viskoze zakonisht janë më alkolike. Hapi i pestë. Afroje gotën pranë hundës dhe pastaj preke pak verën me majon e saj. Çfarë arome ndjen? Hapi i gjashtë. Shijoje verën. Pi një glënk, por mos e kapërdi atë. Rrotulloje atë në gjuhë në mënyrë që ta ndjesh më qartë shijen e saj. Ajo mund të jetë e ëmbël, e hidhët, e thartë apo pikante. Vini re teksturën dhe shijen e verës. Hapi i shtatë. Me buzët e mbyllura njësoj sikur fishkëllejm, fusni pak ajër. Kjo përsëri ndihmon në çlirimin e aromave. Por mos harroni se aroma e çliruar do të jetë edhe si pasojë e ndërveprimit të verës me mjedisin e gotës. Hapi i tetë. Pini një glënk tjetër vere, sidomos nëse bëhet fjalë për verë të kuqe. Dhe lejoni të futet pak ajër midis. Me fjalë të tjera, rrufisni verën, pa shumë zhurmë dhe vini re shijen që lë kësaj here. Si ju duket? Hapi i nëntë. Shkruajeni diku gjithçka që provuat sipas terminologjisë tuaj. Më e rëndësishmja është të kuptoni atë që shijuat. A ju pëlqeu? Shumë vinoteka vendosin blloqe të vegjël në mënyrë që ju të shkruani përshtypjet tuaja. Kjo bën që t'i kushtoni vëmendje hollësive të mësipërme. Hapi i 10.
Provoni të bashkoni verën me disa ingredient të pazakont dhe vini re si ndryshon shija e saj. Shoqërojeni verën e kuqe me djathra të ndryshëm, çokoladë të zezë dhe manafera. Verën e bardhë mund ta shoqëroni me moll, dardha ose agrume. Menuja klasike, verë e kuqe me mish apo e bardhë me peshk, nuk është e pandryshueshme. Ndihuni të lirë ta shijoni verën me çfarë do ushqimi të dëshironi. Por mos harroni se shijet që kombinojnë janë për herë më të këndshme. Pasi ndoqëm të insert, na e bën edhe ne shërbimin këtu në studio ashtu siç duhet, sikurse ndoqëm dhe insertin sipas rregullave dhe ne themi ta shijojmë pa ashtu. Kjo është një verë modeste shqiptare, Ilir. Tani fillimisht pa dhënë ndonjë mendim apo pa të njohësh një verë është dhunti apo është shkollë apo të dyja bashk? Një kërcëtimi të dyjave. Shpeshherë mund të dëgjoni një sommelier apo një degustator apo një verdashës thotë ti marrë njerë verës dhe thotë, po më vjen një erë qershie, apo një erë reçeli, apo erë dardhe, erë anana, erë kiwi. Dhe njerëzit thotë, si është e mundur, që ne aromat janë gjitha të depozituara, të ruajtura në memorien tonë. Thjesht ato duhet t'i nxjerrim, të nxjerrim çelësat për t'i nxjerrë nga brenda t'i nxjerrim jashtë. Kështu që këto bëhen me eksperiencë, të lexuar, por edhe të degustuar. Mirë, meqense kemi nga një gotë verë në dorë, mund na përshkruash një moment degustimit thjesht për publikun? Patjetër. Që dhe ne të dimë se si mund të shijojmë apo mund të njohim sadopak një gotë verë. Degustimi fillon me esencën e shikimit. Verën duhet ta kemi pozicionuar përpara, gota duhet të jetë tetë e pastër, pa dekore, pa ato të gërvishuara të këtyre gotave kristalta. Kjo na lejon që neve të shikojmë verën. Atë çfarë kërkojmë, shikojmë në esencën e shikimit është ngjyra, por jo vetëm e bardha apo e kuqe, po dhe variacionet e ngjyrave, të shikohet pastërtia, thellësia e verës, intensiteti. Ngjyra për shembull në ç'sens, çfarë ngjyre duhet të ketë një verë e mirë? Apo nuk është e përcaktuar? Nuk është. Një verë mirë mund të jetë në ngjyrë, një verë bardhë mund të jetë në ngjyrë të gjelbër, por mund të jetë në notat kashtore. Kjo vjen si rezultat i vjetërimit të verës, sasisë e lejuar të oksigjenit nëpërmjet tapës, pra kemi një proces oksidimi. Vera ka ndryshuar ngjyrë, e tham, lind, rritet dhe vdes, ndaj dhe është dhe e bukur, ndaj është dhe e mirë dhe e shijshme. Po dhe tek verat e kuqe kemi atë diferencën e ngjyrave. Një verë e kuqe e freskët nuk do të thotë që nuk është e mirë, mund të jetë shumë e mirë, por ka aftësi për të vjetëruar. Dhe gjatë vjetërimit ajo do ndryshojë dhe ngjyrën. Pra të njëjtën verë që ne në këtë moment po e degustojmë mund të ketë nuanca të kuqëremte, mbas një periudhe 4 apo 5 vjeçare notat e oksidimit tentojnë të bëjnë të japin ngjyrë kafe. Pra te verat e bardha rregullisht që shkojnë nga jeshile në të bronzë apo në ngjyrë kafe dhe errësohen dhe verat e kuqe zbardhen. Kjo ndodh si është një efekt kimik, perceptohen antokjaninet, që janë faktorët kryesorë për ngjyrën e verave, të cilat merren nga lëkura e rrushit, ato perceptohen, kështu që vera bëhet si më e dukshme. Dhe më pas? Shumë e rëndësishme tek verat e kuqe ndodh vetëm, jo tek verat e bardha, është edhe kthimi i gotës në 45 gradë dhe përqendrimi i shikimit në cepin ku vera bën kontakt me qelçin, me buzë. Do është ajo me buzët, një qikë më buzë, këtu kemi dhe shumë verë. Këtu shikojmë edhe moshën e verës. Duke parë intensitetin e ngjyrave në atë cepin që krijohet, ne shpeshherë me një përqindje shumë vogël, sommelier gjen moshën e verës. Është shumë e rëndësishme kjo. Të kthesh gotën dhe të shikosh. Aty vera është gjithmonë më e dukshme, ne shikojmë intensitetin e pigmenteve në lëng, dhe kështu gjejmë këtë. Po dhe më pas, momenti i mbajtjes së godës, i nuhatjes. Vera e bardhë është më komplikuar të mbajtja gotës, kam përshtypjen, për të mos përcjellë nxehtësinë e trupit. Gjithmonë gotën e mbajmë. Iliri, ne mund të dimë gjëra dhe gabim, prandaj po pyes. Unë jam, më pëlqen fakti që diskutojmë për verën dhe pranoj me opinionet. E thashë më parë, rregullat janë bërë për të thyer, nuk është tabu. Dikujt i pëlqen ta marrësh. E mira është që mos ndikojë me gishtat të veshën gotën, kjo do të japë një efekt optik tjetër, do shikosh turbullësira dhe mund mendosh që
Këto janë të verës, për fatikisht nuk janë të verës. Prandaj është do të jemi strikt, gota gjithmonë do të mbahet nga këmba. Në procesin e nuhatjes, rregulli është gjithmonë me të shërbyer vera, nuhasim, e ulim gotën, e rrotullojmë, është ajo volatilizimi i estereve, pra avullimi i alkooleve. Kjo na ndihmon që krijohet një stres filmi ndërmjet të verës dhe gotës në këto sipërfaqe kur rrotullojmë dhe alkoolet avullojnë lirshëm. Kjo na jep edhe mundësinë për të marrë aromat e verës më mirë. Është e mirë të mbyllim syt kur nuhasim verë për qëndrim dhe pak mbajtja e gojës hapur. Kjo ndodh sepse ne nuhasim me hund, por në shumë aroma ne marrim dhe nëpërmjet gojës, është procesi, është kalimi retronasal. Të dyja bashkohen dhe japin trurit urdhër. Verdiktin final. Japin verdikt për të gjetur aromat. Ato që duam ne nga verat kur nuhasim, kërkojmë shumë e thjeshtë, kërkojmë aromat e frutave, aromat e erëzave, aromat e baristeve, aromat e drurit, barik, aromat e vaniljes. Duke u përqendruar të këto aroma, atëherë ne fillojmë bëjmë edhe ndarjet e verave. Kur këto aroma janë në ekuilibër të plot, pra nuk kemi një ver flat ose nuk kemi një ver që ka një drejtim të caktuar, atëherë ne fillojmë të shikojmë kompleksitetin e verës. Kuptohet kjo dhe me procesin e fundit atë të testimit. Dhe mbasi testojmë, ne duhet ikona e parë që krijuam me të parën, nuhatja dhe testimi, atëherë ato duhet të përshtaten. Nuk mund të them në rastin konkret, nëse nuhasim verën dhe themi aromë qershie dhe papritur mbasi e kemi shijuar të themi aromë banane. Atëherë këtu bëjmë për një gabim, duhet të jenë në ekuilibër të plotë. Mirë, para se të kaloj tek pyetja e radhës, doja të bëja një gëzuar. Gëzuar. Gëzuar dashuri. Ori, shpesh kam dëgjuar të thuhet se momentet rëndësishme, gjërat rëndësishme në jetë ndodhin para, gjatë apo pas shijimit të një gode apo më shumë se një gode verë. Bie dakord me këtë? Bie sepse në fakt unë thash në kryetërës që për mua brenda një gote verë ka histori, ka udhtim, sepse ti shkon në një vend të caktuar. Dhe sigurisht është ajo shtrati ku ti je vetja dhe mund të përpolitesh me vete në gjithë format e tua që të pëlqen. Gjitha kjo e vënë në thonjza për të thënë që në momentin e parë që ne kemi konsumuar, ose të flas për veten, që unë kam konsumuar 1 apo 2 gota verë, sigurisht njeriu është kompleksiv për nga natyra dhe ka komplekse ndonjëherë, sigurisht edhe instiktive, dhe në momentin e parë që ne kemi konsumuar pak alkool, dhe them pak duke marrë nga vera, si kur lirohemi, duke bërë dhe këto udhëtime, sepse thash varet shumë edhe nga ndjeshmëria e njerëzve dhe nga mënyra se si ata i përkthejnë gjërat që i japin kënaqësi. Për mua, të shijuarit një gotë verë është, thash, ka ndjeshmërinë e një muzike, ka afshin e një parfumi, dashamirësinë e njerëzve të mirë, sepse sigurisht për aq kohë se ti ndan një gotë verë apo një vest të dashur, po themi, me disa njerëz, sigurisht që konsiderata jote për këta është e mirë. Dhe mbas pirjes 1 apo 2 gotave, nuk mund të them që lirohem nga e gjithë, si thua, maska apo impostimi, po sigurisht që e gjithë gjëja kanë ngjyra, kanë nota, është si të thosh një lëndin dhe jemi njerëz të tu, ose më mirë futesh në një botë ku ti merr me vete ata njerëz që ti do. Gjërat e bukura ndodhin mbas verës. Unë nuk besoj që vera është kryeneçe që çon në stomak dhe të shkon në kokë. Për aq kohë sa marrin përballë gjithë bisedën që bën edhe djemt, që nëse ne zgjedhim një verë të mirë, gjasat dhe nëse ne dim të pim mirë, gjasat për të dheur janë shumë të ralla, ose nëse ne vërtet e duam atë gjë, do të duam të degradojmë. Të
paktën në historinë time 31 vjeçare. Po ta në qef është vëllai, ndoshta për të dehur jo, po në qef të Absolutisht. sjell. Po pra, do me thënë vjen në qef dhe pastaj secili nga ne ka në dorë ta menaxhoj veten apo situatën në bazë të volitjes që ka. Flasim të sigurisht për verat mira, po ndërkohë Bledi mendon se mos njoja e verës për cilën e po diskutonin pak më parë sill në krijimin mbase të një reputacionit të mirë të një vere jo cilësore. Tani, duhet marrim parasysh edhe mendimin në kuptimin që unë për shembull e thash që në fillim unë nuk jam një ekspert verash, nuk marr vesh edhe gjithë të procesin, shumë kurioz isha dhe e zbulova edhe sot, po kam fatin që të kem pranë, sidomos në këto darkat e mëdha familjare ose edhe miqësore, njerëz që vërtet e kuptojnë, e shijojnë dhe përfitojnë edhe nga kjo gjë. Si rrjedhoj, besoj që ne nuk duhet të dëgjojmë çfarë do lloj opinioni dhe një njeri që e njeh vërtet mirë verën, s'ka se përse të thotë për një verë jo cilësore që kjo është një verë cilësore. Mirë, Ilir. Do të ndihmoja pak tek ato që do të thoshte. Shpesh herë na bëjmë pyetjen që kush është verë mirë? Nga fjalët e një sommelier nuk më kujtohet emri, thoshte që nëse do të merja €1 për sa herë ma bëjnë këtë pyetje, atëherë do të isha një milioner në fund. Verë mirë është ajo që i pëlqen kujdo. Nuk do të thotë jetë cilësore, por për mua verë mirë është gjendja psikologjike dhe shoqëria. Qoftë se kemi një shoqëri të mirë, një gjendje psikologjike të mirë, edhe një verë thjesht, jo cilësore, jo e shtrenjtë, qoftë se mund të nënkuptoni me cilësore çmimin. Kokës që më dha mua ajo vera që pak e provova dhe prap ishte Ajo pjesa cilësore ime ishte në përsiatë dhe në procesin e asaj që të andi që jo domosdoshmërisht nuk ka lidhje me çmimin. E mirë është edhe një verë që ka gjithë këto acidet apo të gjithë këto përbërësit të padukshëm për syrin që janë më sepse atë që thotë edhe Iliri, e tham, çdo gjë në këtë botë besoj unë, çdo gjë në këtë jetë, varet shumë se si ne duam ta përkthejmë. Dhe nëse ne duam të jetojmë mirë, dhe nëse ne duam të shikojmë gjysmën e gotës plot, sigurisht që edhe një verë blerë 1000 lekë të vjetra në një shoqëri të mirë dhe një gjendje shumë të mirëmore do na duket e mrekullueshme. Sigurisht. Po çështja perceptimi patjetër. Do bëj një paralizë midis një filmi të mirë dhe një vere të mirë. Do i s'kishte si të ndodhte ndryshe Andi. Patjetër. Jo, në të vërtetë vera do, sidomos vera e kuqe, serviret në temperaturën e dhomës. Kur ruhet 13 gradë, s'ka bësh temperatura ujit të rrjedhshëm, mënyra kur ruhet në kantinë, ka disa elemente të tjerë. Filmi është njëta gjë, ti do të jesh në një gjendje të caktuar, në një moment të caktuar, nëse e ke mendin do ikësh shpejt, shikon një film që shumë i bukur, thonë nuk më pëlqeu ai filmi. Po pyesish eksaktësisht dikë tjetër që është një njëjtës shije me ty do thotë filmi ishte i mrekullueshëm. Flasim gjithmonë për filma të mirë. Është do të eksaktësisht njëjta gjë me një verë të mirë. Në një moment caktuar nuk jemi ne mirë edhe shpirtërisht. Dhe çështja perceptimi kjo është unë i besoj kësaj dhe është e provuar fakti. Ja, shef për që si që ata ishtë revolucionare. Faleminderit Andi. Ndërkohë unë falenderoj sot që kisha në studio Ori Kuçin, Bledi Strakoshën, Ilir Lagjin dhe Andi Delianën. Faleminderit shumë. Bashkë të dashur miq, ndahemi me këtë pjesë të panelit, por jo me emisionin 180 gradë dhe jo me të ftuarit e tjerë që do të kemi pas pak, kështu që qëndroni me ne. Në këndin e muzikës në programin 180 gradë kemi patur deri më tani të ftuar shumë emra të njohur të muzikës shqiptare, artistë të famshëm, artistë të afirmuar, karrierën e të cilëve e kemi ndjekur në skenat muzikore dhe jo vetëm, e ndërsa sot në program kemi vendosur të japim hapësirë një artisti të ri në moshë, të ri edhe në qasjen me publikun, ama është shumë i talentuar, ka disa vite që merr pjesë në Top Fest, së fundmi është prezantuar në Top Fest dhe me në studio është Pierre Noshi. Faleminderit që erdhe. Më pëlqen shumë kur kam përballë artistë të rinj, të cilët kanë nevojë të promovohen, janë shumë të zotë dhe të aftë në punën që bëjnë dhe ti mua më pëlqen, publiku i Top Festit do pëlqen, klikimet në rrjetet sociale dhe në YouTube i këtë mira, ndaj unë vendosa të ftoj. Falenderoj. Por, në fakt, ndoshta ne kemi pak kohë që e njohim, por Pierre Noshi në muzikë është prezantuar gati 16 vite më parë. Ka nisur në liceun artistik Jordan Misja, më pas në shkollën në Akademinë e Arteve, e ndërsa fundjavat i ka të shpeshta në live, nuk e di që mund të thuash më shumë për vete. Po, do më thënë, okej, i theti, po ka shumë të gjitha, nuk më legjë fare të unë. Beshaka.
Fundjavët i kam aktive, do më thonë sepse jam live, jam vazhdimisht piano bare dhe këto vëndet që luhet live normalisht, me muzikën time. Për ata që nuk të njohin, muzika jote është? Unë jam kryesisht i fokusuar tek bluzi. Kryesisht tek bluzi, tek rock and rolli, funky, familjet e bluesit. Ka treg në Shqipëri, e gjem veten mirë me muzikën që ti bën? Në fakt nuk ka treg fare. Është diçka që unë po mundohem se thosh ta fus në Shqipëri, edhe pse nuk është muzikë modë, është muzikë stil më shumë. Të është dashur të bësh edhe kompromise të tipit të kalosh edhe në muzikën komerciale? Për shembull, kënga që ti prezanton të festë është një rock alternativ, po i sjell edhe në mënyrë komerciale shumë këndshëm. Pierre Noshi, për ju që nuk e dini ose e dini, ka prezantuar në këtë edicion të 11 të Top Fest një këngë që quhet Rock and Roll Mizogu. Po, ashtu quhet. Një këngë që bën kështu, ndoshta duke ja treguar publikut edhe zgjohet. E provojmë? Kam shpirtin zemër kukurusha dush, 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 jesh do qa po mu mizo, hajde tu. Pyetja që më lind natyrshëm është rock and roll, e di me dua me përqafojmë, pse elementi zog edhe në këtë këngë? Po, është elementi zogu, është elementi zhargoni këngës. Si këngë është, domethënë, është rryma është funky. Rock and roll është koncepti, nuk është fare rryma, domethënë, nuk ka fare rock and roll në atë këngë, thjesht koncepti rock and roll, që e kanë pak a shumë gjithë muzikantët e kësaj familje. Kurse zogu pastaj është i çik shumë mënyrë për të ironizuar si thosh këto tekstet e sotme. Edhe për to habitur ka pasur goxha klikime. Ashtu. Vetëm nga zogu besoj. Ti këngën e ke punuar të tërën vetë, dua të them në gjithë komponentët e këngës ke punuar vetë, me tekste, me muzikën, me gjithçka? Po, do me thënë kënga është realizuar rreth 1 vite gjysmë përpara. Teksti, muzika, studio, orkestrimi i kanë bërë gjitha vetë, edhe pastaj janë edhe këto pjesët e instrumentet live, më rishim kanë ardhur instrumentistë mi kanë ardhur. Ama përgjithsisht në netët live, në fundjavat live, ti luan edhe këndon cover, apo? Covera edhe aq pak këngë, domethënë sa kam bërë unë. Sa këngë ke ti? Po, kam rreth 7-8, domethënë që i kam të rrymës që po bëj tani aktualisht. Sepse gjatë gjithë kohës kam qenë eksperiment me veten, domethënë se ku e gjej veten më shumë. Kam provuar tek rocku, pak tek rrymat e rënda. Po që te bluzi domethënë kam arrit konkluzionin që gjej veten time dhe aty do vazhdoj të luftoj domethënë. Video muzikore, bashkëpunime? Bashkëpunime po, kam pas me Edison Bregun për vjet në Top Fest, një këngë rock alternativ, që nuk isha si këngëtar, isha si producent dhe kitarist, po që nxorëm si bashkëpunim. Ndërsa video, akoma nuk kam nxjerrë një, janë thjesht video amatore që kam për vetë. Kako, shtruk e gjatë. Pierre Noshi është prezantuar në javën e parë të Festivalit Muzikës Moderne Shqiptare Top Fest, dhe ashtu siç e tham edhe në fillim, kënga është pëlqyer shumë, ka marrë shumë klikime, është në konkurim. Do të prezantohet, nëse suksesi i saj vazhdon edhe në gjysmëfinale, pastaj të uroj edhe në finalen, po cilat janë synimet e tua në këtë festival dhe përgjithsisht në vitin 2014 kur ti je nis bukur me Top Festin dhe me këngën produksionin tënd të ri? Në fakt është në vërtet një start i bukur i 2014-s edhe realisht ndihem me fat. Që si thosh kam një material të mirë në dorë, edhe po e prezantoj. Fakti që kam pritur 1 vit e gjysmë këtë këngë është arsyeja domthonë është Top Festi, sepse është i vetmi format që prezanton live normalisht në gjysmëfinale dhe në finale këngët. Edhe e kam shumë dëshirë ta luaj. Dhe kjo është një nga arsyet, kam përshtypjen që të bën të rikthehesh her pas here në Top Fest. Natyrisht. Është gjëja që di të bëj më mirë, kështu që pse jo. Ajo që di të bësh më mirë është të luash muzikë dhe unë të lë skenën dhe hapësirën muzikore me orkestrë. Kështu që të uroj shumë suksese i dashur. Faleminderit. Gjithë të mirat. Suksese.
Ja ku jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë të emisionit pas performancës live që ndoqëm, duke falenderuar sigurisht edhe kolegen time Elona Duro. Në këtë pjesë kemi sërish tre të ftuar mjaft special. Sigurisht që do të flasim, sikur se dihet tashmë që flasim për artin, për kulturën. Sonte do të fokusohemi tek televizioni dhe sidomos tek televizioni në kohët moderne. Nis me një të ftuar mjaft special, ai është Luigi De Filipis. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma në fakt është italian, por e thot më së miri mirëmbrëma. Është autor italian me një karrierë mjaft të gjatë Luigi në media italiane, sikurse këtu mund të përmendim formate si Domenica In e tjerë, por së fundmi është autor tek E Diell në Top Channel. Mirëmbrëma edhe një herë, mirë se erdhe. Gjithashtu pasojmë me Ezdalin Goranin, balerin dhe koreograf gjithashtu, pranë trupës Top Channelit. Mirëmbrëma Ezdalin, mirë se erdhe. Si dhe një bjonde rëzëllitëse, mjaft të bukur, Viola Spiro. E njohur nga fiks fare, por tashmë me një karrierë, ka filluar karrierën e saj hapat e para, po jo Viola, pasi e angazhuar edhe në Supersport. Faleminderit për ftesën përsëri. Isha shumë komode herën e fundit. Ne në fakt kemi marrë përsi për ta ndjekim karrierën tënde deri në fund, kështu që përgatitu që pas 2-3 muajve do jesh sërish tu na japësh llogari se si ka shkuar puna. Mirëmbrëma Viol. Luigi, sikurse edhe e thash, prej disa muajsh autor tek E Diell. Si është të bësh televizion në Shqipëri? Una domanda molto importante, me l'aspettavo. Është një pyetje shumë e rëndësishme, e prisja sonte. Vuol dire un modo nuovo di scoprire. Do të thotë një mënyrë re për të zbuluar një mënyrë të punuarit, të kuptuarit, mbi të gjitha të kesh një intuit për mentalitetin e një kulture ndryshe nga ajo e tonë. Io lo dico e lo ripeto. Televizioni e them dhe përsëris është një rrugë mjaft e rëndësishme që duhet respektuar. Possibilità che tiene in casa una persona che non conosci senza chiederti permesso. Që të fut në kontakt me dikë pa që nevoja për të kërkuar leje. Pra është një përgjegjësi shumë e madhe. Sot të thrasin për të bërë autorin, nesër mund të thrasin për të bërë kritikun dhe janë dy role komplet ndryshe për të bënë një program. Duhet të them që e prita me kënaqësi eksperiencën dhe ftesën nga televizioni Top Channel dhe përfitoj t'i falenderoj sërish, por duhet të vënë duke diferenca që unë i vura re që në fillim, në mënyrën se si të bësh televizion. Ka një vullnet të madh nga i gjithë populli shqiptar për të kuptuar, për të mësuar dhe mbi të gjitha në thonjza për të kopjuar. Por gjëja më e rëndësishme është të kuptosh dhe të përcaktosh rolin personal. Kur një person arrin qëllimet e veta dhe si arrin qëllimet e veta. E përsëris që të bësh televizion është një mënyrë për të punuar, për të perfeksionuar një kuti të themi magjike, për të krijuar atë që ti ke krijuar. Pra nuk mund të improvizosh dhe të bësh punën e një tjetri në një moment tjetër. Duhet të kuptosh, të mësosh dhe të studiosh. Në jetë nuk rresh kurrë të mësuari. Po përfitoj nga rasti sepse kam një koleg këtu pranë meje që punon në programin tim. Duhet të them që më pëlqen shumë në programin E Diell. Një program që unë kam dashur dhe në nëzër përsa i përket në efikasitetin që më është dhënë, që në fillim të futen në shtëpinë e një populli shqiptar, të sjellë informacioni social, kulturën, si dhe mundësinë për të vënë në duke rolet që dikush gjatë javës dëgjon. Nuk është e thjeshtë që në gjithë këto vite ju keni filluar të bëni televizor në Shqipëri dhe të përgatisni një program që ka një emision që zgjat 5 orë dhe sidomos në kanalin tonë televiziv. Jam përpjekur të ngrej një program që të ketë një
ndryshim jona në speciale, sepse në televizion nuk shpiket asnjë gjë. Televizioni ripërsëritet dhe specialiteti i autorit është të vërë përbërësit e duhur në kohën e duhur. Dhe kjo është si në autorët e stafit, ashtu edhe në personin më të rëndësishëm, siç është drejtuesi. Drejtuesi duhet të jetë i urtë, duhet të jetë i matur për të dëgjuar edhe profesionistët që la divisione dei ruoli è fondamentale. Pra ndarja e roleve është e rëndësishme në të tëra punët. Il mio maestro di ballo, che devo fare i complimenti, ha una squadra formidabile, dove la sua grande, tra virgolette, fortuna e aver messo su una squadra che lavorano in sintonia, lavorano in armonia. E questa è la formula vincente per qualsiasi programma che harmoni dhe që kanë sukses. Riesce a trovare un punto di incontro in questa posizione, l'Albania è pronta a fare dei grandi programmi perché è un popolo meraviglioso, un popolo che può fare tanto, però deve avere la forza di capire esattamente che se si chiama uno straniero, tra virgolette, ma io non mi sento straniero, io mi sento quasi albanese, perché amo questo popolo, amo la vostra terra. Dovessi finire di lavorare per questo canale o per la televisione, per una questione di correttezza, io rimarrò in Albania perché unë do të qëndroj në Shqipëri sepse kam zbuluar një realitet që me të vërtetë më pëlqen shumë. Kam gjetur dimensionet e jetës së një njeriu normal, që në disa vende harrohet me konsumizmin, me evoluimin, me përditësinë e jetës, në familje, në respektin e njëri tjetrit. Sot zbres nga shtëpia dhe ndjehemi gëzuar. Tutti definiscono il capo del mondo Roma, la città che ha imperiato, ha dominato il mondo. Io devo dire che però la gioia e la tranquillità e la dimensione d'uomo che ho trovato qui a Tirana o Tirana dhe dimensionin e njeriu që kam gjetur këtu në Tiranë, mund ta them që jam krenar që jam me sy. Faleminderit Luigi. Faleminderit e grazie. Vorrei avere un riscontro anche sul lato del lavoro. Ma io penso che col tempo riuscirò ad averlo anche con le persone più lavoro. Duel edhe me punën, me personë atë që punoj. Ho solamente voglia di dare molto e non portare via nulla. Kam nevojë të jap shumë dhe të mos marr asnjë gjë. Shumë mirë. Mirë, jo, sigurisht që ne do flasim prapë bashkë, nuk të lëshojmë, nuk mbaron me këtu, por do doja ti rikthesha pak Ezdalinit, ti kthem fakt se nuk është lidhje me rikthimin, sa akoma nuk s'kam pyetur, për sa i përket artistit që ti je, koreografit, balerinit, sigurisht konfirmuar, të afirmuar tashmë. Këtë gjë ja dedikon më shumë skenës së teatrit, tobit apo televizionit, afirmimin tënd? Ja, janë dy gjëra krejt ndryshme. Teatri operas, për shembull, ka një publik më të rafinuar, më të rezervuar, kupton se bëhet fjalë për muzikë klasike, për muzikë që jo të gjithë nga masat pëlqejnë, kurse televiziori është ai që të çon, televizioni çon në çdo familje, është më tepër më afër njerëzve ku shikohet më shumë. Televizioni është magjik ku t'jepet mundësia që ti mund të bësh gjithçka që pëlqesh ose nuk pëlqesh, është diçka tjetër. Megjithatë, është një ndryshimi është që merr emocione me pak më me vonesë në televizion, sepse teatri ka direkt publikun, ti kërcen edhe ke duardokitën e merr direkt, kurse në televizion është e kundërta, ti je pak më i ftohtë në krahasim me publikun, por është diçka që ka emocion të jashtëzakonshëm me kjo gjë. Sigurisht që televizioni është magji, është diçka që kërkojnë gjithë. Kështu që ajo ta jep teatri. Po për sa i përket dashurisë tënde të vërtet, mund të bësh një lloj diferencimi apo nuk i ndan dot pasi fundja artin e bën aty, artin e bën televizion si në teatr dhe. Në rastin konkret, rastin tim, në teatr kam shërbyer për 10 vjet, kam kërcyer solisti i parë. Po njësoj kam dhe në televizion në 10 vjet. Televizioni më ka shërbyer edhe për diçka tjetër që na ka mësuar që unë jam marrë edhe me krijim. Në televizion kemi filluar karrierën tonë si krijues në Top Channel. Sigurisht që nuk mund t'i ndajen dy gjëra krejt ndryshme, pa çka se neve mundohemi që prapë aty të bëjmë edhe gjëra shumë profesionale, që kanë të bëjnë edhe me teatrin, të bëjmë një gëshetim të teatrit me televizionin moderne, me klasikën, edhe nxjerrim një gjuhë tonë që neve shfaqemi në publik. Mirë, Ezdalin. Viola, e themi dhe njerë, sigurisht pas fiks fare, tashmë ke filluar një karrierë e cila kam përshtypjen është në rrugë të duhur. Si mendon, pas fiks fare vim në një emision, në një format sportiv
tëndin, për cilin ti na ke folur sigurisht, por ku e sheh veten? Si e sheh karrierën tënde në këtë moment? Mendon se është në një pikë kulmore, në një pikë të mirë, sa ka për të bërë? Jo, mendoj se nëse do bëje një rezume, do shkruaje që unë ndihem kaq e kënaqur apo mendoj se jam në këtë pikë, si do ishte, na e përshkruaj pak. Mendoj se kam arritur fare kulmin e karrierës time, mendoj se jam vetëm te maja e icebergut, siç e thon, vetëm tek fillimi. Ndonë se kam 4 vjet që jam pjesë e televizionit, përsëri janë shumë pak për të krijuar një eksperiencë dhe për të arritur ta vlerësosh veten sa ke arritur. Unë më pëlqen shumë televizioni, të gjithë shikojmë televizion, e kemi prekur pak a shumë sepse jemi një shtet i vogël dhe kam parë njerëz që kanë shumë të afër televizionin, por shumë pak e përballojnë atë. Dhe mendoj se kam arritur ta përballoj dhe dua ta vazhdoj më gjatë. Mendoj se, domethënë, karriera ime është vetëm te fillimi, ka mundësi për përmirësime, do vazhdoj sigurisht ta përmirësoj, por dua të jetë më gjatë. Misioni im sportiv është një projekt i vogël, por që është më i përshtatshëm për mua në këtë pjesë ku unë jam. Është vetëm fillimi. Fiks fare është një eksperiencë komplet ndryshe edhe pse ka të bëjë me televizionin, atje jam thjesht një imazh i bukur ose një imazh që mundoj të shpërqendroj nga aktualiteti që ka fiks fare. Ndërsa në emisionin tim informoj edhe duhet të prek njerëzit, duhet të flas, jo vetëm të qesh nëpërmjet kamerës. Mirë, pyesim Luigjin, sigurisht një eksperiencë shumë e gjatë dhe një karrierë shumë e gjatë, edhe një nuhatje kam përshtypjen. Jam e sigurt që ke edhe një nuhatje përsa i përket figurave televizive. Çfarë mendon për Violën? Meqense Viola foli për veten e saj, për dëshirat, për çfarë do të arrijë dhe çfarë do vërtet. E shemi një të ardhmë të mirë? Io credo che Viola ha tutte le qualità per poter Unë besoj që Viola ka të gjitha cilësitë për të ecur përpara. Dhe cilësia e parë që unë shoh tek ajo është forca e vullnetit. Dhe kjo është një vlerë shumë e madhe në jetë, sepse duhet të kesh vullnet, duhet të kuptosh atë që ti do të bësh. Parte la bellezza, ma questo indubbiamente tutti possono dire. Përveç bukurisë, se kjo është e dukshme dhe s'është nevojë. Ma quello che io ho determinato nel Por ajo që unë kam përcaktuar dhe që shoh jo në këtë çast, sepse jemi u takuam te bari Top Channelit, ajo më shpjegoi arsyen pse ka zgjedhur këtë rrugë. Dhe padyshim zbulova një cilësi të saj, që është thjeshtësia. Unë do ta përcaktoja si vajza e derës pranë meje. Unë kam punuar me drejtor të Miss Italias dhe ai thoshte që bukuria është thelbësore për të futur në shoqëri, por pastaj duhet të jetë edhe vullneti për të bërë diçka, të studiosh. Ajo më jep përshtypjen që është një person që e do atë që kërkon, me këmbë në tokë. Dhe nuk besoj që gjithçka është bazuar në bukurinë e saj, jam i sigurt. Poshtoj edhe diçka tjetër. Farei volentieri un programma con lei. Do të punoja me kënaqësi me të, do të kisha bërë një program me këtë. Mirë, duke ju rikthyer sërish televizionit, Luigi. Po të bëjmë një panoram, mund të themi që Italia apo edhe Europa është në krizë, dhe kjo sigurisht që ndikon edhe në televizion, pasqyrohet dhe aty. A është më e thjesht për një krijues italian të vi dhe të eksplorojë, të krijojë, të bëjë televizion në Shqipëri? Sì. Una premessa, io sono un avvocato. Unë jam avokat. Dopo 23 anni di televisione. Pas 23 vjet televizion, vendosa që të bëja avokat. Pastaj mora një telefonat nga ana e drejtorisë të Top Channelit dhe kjo më nxiti kurreshtjen për të bërë televizion. Plus që i kisha uzaruar të tëra të themi emisionet në televizion dhe dua të hidhem në kinema. Unë them se kinemaja është ëndra e dikujt për të realizuar costrizioni, forse la parola costrizione è troppo brutta, diciamo delle
për të larguar nga ana politike, sepse mund të themi që politika e ka instrumentalizuar televizionin, nuk ka më hapësira për t'i dhënë një formë krijuese asaj që ti do të krijosh. Kështu që njeriu zgjedh në jetë nganjëherë zgjedh jo për para, por atë që do të bëj. Unë mund të them që jeta është një e mirë e humbur në qoftë se nuk investohet ashtu siç duhet, sipas thënies së Byronit. Nevoja ime ishte të mbathja nga një rutinë që ishte televizioni. Thatë diçka të rëndësishme dhe të drejtë. Hyrja e Italisë në Europë, zhvillimi i televizionit italian, pati një rrugë shumë krijuese në fillim. Këtë e shohim në diferencën e kanaleve, Rai 1, Rai 2, Rai 3. Rai 1 ishte eksperimental për sa i përket programeve. Pastaj hynë ndërkombëtaret, prodhimet e mëdha, nuk dua të përmend emra, por Endemoli dhe shoqëritë të tjera, të cilat nuk janë më thjesht shitës të programeve, por janë emrat e njohur të formateve televizive. Televizioni duhet të jetë një mesazh, duhet të shërbej dhe duhet të përcjell. Ju dikur shihni televizionin. Këtë gjë ta diskutojmë pak më vonë. Mos e zaurojmë tani, pasi meqense jemi në ujërat e televizionit, dua që të ndjekim një insert të dashur miq, se si funksionon një televizion modern në ditët e sotme, me ato me komponentët, siç është një trup e baletit e tjerë, dhe do rikthehemi, do e diskutojmë edhe për çështjen e trupës baletit së bashku, Esdalin. Po fillimisht ndjekim insertin. Sa është media pronë e publikut? Sa është ajo një mekanizëm për të përcjellë në mënyrën e duhur lajmin, por edhe argëtimin tek ai? Këto janë disa pyetje që na vijnë kur vihemi përballë faktit se media, si pushteti i katërt, ka ndikuar në breza të tërë njerëzish, duke ndryshuar në këtë mënyrë mendësi e stile jetese. Sigurisht media audiovizuale ka luajtur një rol kyç në evoluimin e shoqërisë njerëzore për vite me radhë. Por, nga ana tjetër, edhe vetë shkalla e lirisë, si dhe nevoja për të gjetur shprehje në një masë më të madhe njerëzish, ka sjellë nevojën e zhvillimit të saj. Në rastin e Shqipërisë në vitet e regjimit, është e qartë se media ishte vegull e konjunkturës së kohës. Kësaj periudhe mund të referohemi pa ndroj si epoka e territ informativ. Ato kohë, informacioni kalonte në filtrat e pushtetit dhe një pjesë e mirë e tij konsiderohej si i klasifikuar. E megjithatë, brezat e kohës gjenin mënyra të ndaluara për të ndjekur kanale të huaja televizive, që edhe pse me pak vështirësi garantonin argëtim e azhërnonin të rinjt me trendet e muzikës e kinematografisë. Me ardhjen e sistemit pluralist, edhe mediat u liberalizuan ndjeshëm. Televizioni, si një nga mjetet më efikase të komunikimit masiv, e anoi peshoren nga publiku, duke u kthyer nga televizion shtetëror në televizion publik. Iniciativa e lirë në demokraci bëri që të hapeshin televizionet të reja private, që rritën konkurrencën në treg, duke përmirësuar kështu edhe shijet e publikut. Një erë e re nisi në tregun e medias vizuale në vitet 2000. Ishte Top Channel, televizioni që revolucionarizoi deri në detaje gjithë konceptin e të bërit televizion në vendin tonë. Top Channel u themelua nga presidenti i ndjerit Top Media, zoti Dritan Hoxha, në 30 korrik 2001. Duke patur që në fillim të tij një objektiv të qartë, për të qenë televizioni i të gjithë shqiptarëve përmes trekëndshit, informim, argëtim, edukim. Ky televizion nisi për herë të parë transmetimet në 20 dhjetor 2001 dhe në vetëm pak muaj arriti që përmes stafit të krijuesve e gazetarëve, teknologjisë së re dhe ideve inovative të shndërrohej në ekranin kryesor dhe më të dashur për shqiptarët. Në 15 shtator të vitit 2003, ky televizion arriti mbulimin e plot me sinjal të territorit të Shqipërisë, si dhe të gjithë kontinentet e Europës. Ndërsa në 15 dhjetor 2004, Top Channel e realizoi këtë mbulim nëpërmjet platformës digital. Jetoje kohën në çdo hap.
Ezdalin, më njërë pas të inserti hymë në temë dhe flasim pak se sa rëndësishme është për një televizion serios që të ketë, i cili sigurisht realizon zhanrin e spektakleve, që të ketë një trup të tillë të baletit. Sigurisht neve kemi 11 vjetë, si që thamë dhe që parë, që jemi pjesë e Top Channelit. Sigurisht që është e vështirë, po është dhe domosdoshme, nuk mundet. Neve në fillim kemi qenë personalisht vetë dhe një pjesë e trupës kemi qenë edhe në teatr dhe në Top, mi pa erdhi një kohë që ngarkesat fillon të shtoheshin dhe ishte detyrueshme që të bënim një zgjedhje tonë, duhet zgjidhnim. Dhe ne zgjodhëm televizionin dhe vazhduam. Sigurisht që është një luks i madh, domethënë kur bëhet fjalë për balet, nuk është thjesht në numra, jemi 12 veta, që kërcejmë për këto 12 veta duhet vishen, duhet lyen, të grimohen, domethënë bëhet fjalë për një kosto. Ku funksioni për shembull i trupës baletit është një spektakël si që shija mbi tort, ku flasim për 12 veta, bëjnë një numër 3 minuta, se aq është profili jonë dhe aq shkon. Domethënë kemi të bëjmë me një kosto, e cila ato që kanë marrë përsive për ta bërë këtë gjë e kanë pranuar dhe i marrin. Plus pastaj ngarkesat që janë 3-4 spektakle, jemi të Portokallia, tek e Diela. Edhe me Violën këtu ne jemi të Fiksi. Domethënë duhet është e domosdoshme. Në fakt se e vetmja gjë që unë ndjej në lidhje me televizioni është siç kemi 11 vjet, po televizioni ka siç ka magjin që thash unë fillim, ka edhe një gjë tjetër, ka edhe konsumin. Domethënë të konsumon njerëz zakonisht shumë, ti duhet të gjesh forcat ose të gjithë duhet të gjejnë forcat që të paktën në përsëritje mos të biesh në përsëritje në këtë rutinë që të ndodhë që puna të merr dhe vitet që kalojnë. Kjo është sfida më e madhe, më e vështirë, cila nuk e di sa. Besoj që neve mundohemi të punojmë, prandaj punojmë gjithmonë më shumë, që gjithmonë duhet jemi të pëlqyeshëm te publiku, se në fundit është ai që na mban. Sigurisht. Kjo është. Ndërkohë Viola, mendon që është një produkt i televizionit? Produkt shumë i pastër i televizionit. Më para se të futesh në televizion, një studente e thjesht, që ndëroja, kisha aspiratat e mia, por asgjë konkrete. Ishte momenti dur dhe vendi dur Top Channel. Një ndër televizionit më të mira dhe më të suksesshme, që sigurisht të çon gjithmonë më lart nëse di ta përdorësh. Sepse njëkohësisht të përdor, po e përdor dhe ti. Siç tha edhe Zdalini, është konsumon imazhin, por nëse ti nuk ke një imazh të pastër ose ti nuk e ruan imazhin tënd të pastër, atëherë ke probleme. Si ka ndryshuar jeta jote, Viol, që në momentin që njerëzit kanë filluar të t'japin të njohur në rrugë, e ke parë që ke arritur të jesh e njohur, pasi e famshme, mbas është fjalë e madhe. Nuk shoh ndryshime rrënjësore ose ndryshime të mëdha që mund të ndikojnë direkt te jeta ime, përveç punës që bëj dhe të mirat që kam nga puna që bëj, por nëse do e zë në ndryshime banale ose ajo që ndikoj tek njerëzit është të radhat e vogla që jam më e predispozuar për të ndihmuar, ose njerëzit janë më dashamirës rreth meje, ndaj meje. Me policët ka marrëdhënie të mira, edhe kur shkel pak ligjin. Këto janë avantazhet. Megjithëse tani së fundi policia është bërë pak e rrep, nuk do t'ja di më se del apo jo në televizor. Nuk e kompromentoj, sepse këto ditët e fundit sapo kalova kështu. Gjithsesi këto janë disa avantazhe të qenit person publik, por sigurisht kemi edhe shumë disavantazhe. Preket shumë jeta private, dhe pse unë e kam bërë publike dhe jam ndër të pakta vajzat të televizionin, mendoj se pash dhe kopertinën tënde me Arionin, komplimenta. Po, që kemi bërë publike, faleminderit. Të kështu edhe një gjë tjetër. Ndryshimi nuk ka ndodhur sepse unë vazhdoj të kem të njëjtën mënyrë jetese, të njëjtën shoqëri, kam ruajtur marrëdhëniet me shoqërinë e gjimnazit ose ata që kam pas më përpara dhe nuk kam ndryshuar si njeri. Të paktën për këtë jam krenare dhe ma thot vetë shoqëria. Mirë, në rregull, kalojmë edhe një herë tek Luigi. Do mundohem të flas avash, që ndërkohë dhe ty të vi përkthimi siç duhet. Ne shqiptarët shpesh themi dhe kemi thënë gjithmonë që kemi patur një lloj ndikimi nga televizioni italian për më pas për të krijuar televizionin ton. Si e ke gjetur këtë gjë? Është e vërtet ka element të tillë që ti mendon që ne realisht kemi patur një ndikim në krijimin e televizionit nga mediat italiane? Ecco, prima appunto stavo per dare la domanda normale. Pikërisht sa do të ta vidhja këtë pyetje, po më mirë që më ndërpret. Ke të drejtë, televizioni italian ka influencuar shumë në ecurinë e kulturës shqiptare. Mbi të gjitha në përsa i përket gjuhës, sepse këtu pjesa më e madhe e shqiptarëve flasin italishten. Sigurisht gjeneratat para jush patjetër, sepse ju jeni ende të rinj, por prindërit e juaj e kujtojnë
Ajo që dua të them dhe që është e rëndësishme, ju keni marrë shumë nga televizioni italian. Çfarë kemi konkretisht? Na thuaj disa elemente. Alcuni elementi sì, nella concretezza. Po jemi pak të padurueshëm. Voi avete dei tecnici meravigliosi. Ju keni teknik të mrekullueshëm. Kameraman të zot, njerëz të zot në skuadër, sepse puna bëhet në skuadër. Keni skenograf vërtet të zot, njerëz që adoptohen për të bërë gjithçka në një kohë të shkurtër, që në Itali po ndodh e kundërta. Për shembull, nëse unë dua një karike të kuqe me krah e tjerë, menjëherë gjej tek ju, ndërsa në Itali është vështirë sepse është ndërkohë kohët edhe mënyrat e punës ka ndryshuar. Duhet të bëj urimet e mia, për sa i përket përvojës sime personale, kam gjithë studion që më ndihmon të punoj tek Ediela së dielës. Siç thoshte më parë, mjeshtri nuk ke një sër punësh, teknikë, regji, dritat, muzika, gjithçka. I vetmi ndryshim që vëre në këtë çast në televizionin italian, unë kam punuar edhe në vendet të tjera. Dhe mes televizionit shqiptar nuk ka një ndarje në role. Kjo është një dëm në televizionin shqiptar, sepse mund të japi edhe më shumë në fakt. Sepse në qoftë se secili kupton rolin e vet në skuadër, do të thotë të fitoj. Unë mbështes diçka shumë të rëndësishme. Gjë e parë që ti mban mend në një program është drejtuesi i programit. Nëse një program nuk shkon ashtu siç duhet apo nëse shkon shumë mirë, e gjithë merita është e skuadrës, nga autori deri tek drejtuesi. Në qoftë se një program nuk shkon mirë, fama e keqe shkon për drejtuesi. Por kjo në Shqipëri nuk është kuptuar ashtu. Ata mendojnë se përgjegjësia është e një personi të vetëm, por jo, më vjen keq. Por këtë se them se ka mendimin personal, por është po e them në përgjegjësi. Drejtuesi duhet të kuptojë se në qoftë se programi shkon keq, atëherë i faji është i tij. Pastaj nuk duhet ti shkohet të thuash po dhe pastaj jo. Po të them po, më pëlqen, por të bëhet ashtu siç është. E bëjmë, unë jam i kënaqur. Hajde të diskutojmë 4, 5, 6 orë përpara, për mua s'ka problem. Jam dakord. Por nëse pastaj më thuaj po, edhe jo, atëherë gjërat ndryshojnë. Unë nuk dua të humb emrin dhe kjo është e rëndësishme. Unë punoj për një projekt. Po të them merret si skup, sepse nuk e kam thënë asnjëriu dhe do ta jap tani. Po punoj për një projekt që është shumë i rëndësishëm. Është një reality për të zbuluar drejtuesit e rinj. Domethënë, unë dua që këtë mesazh ta merrte Top Channel-i dhe të gjitha televizionet e shqiptare për t'i dhënë hapësirë qindra e qindra të rinjve, të cilët kanë ëndrrën e tyre për të bërë producent. Unë kur eci rrugëve flas me njerëz, me të rinj në fakultet që kanë dëshirën e madhe dhe vullnetin e madh për të bërë. Pra, unë e ftoj televizionin shqiptar që të drejtojnë këto programe, sepse ka hapësirë për të tërë, mundësi për të tërë. Dhe unë do ta përmbledhja të gjithë këtë me një fjalë, shans. Të gjithë duhet të kenë mundësinë dhe shansin për të Ne sigurisht që na bëhet shefi për këtë projekt tëndin, për më tepër që e bërë ekskluzive këtu në 180 gradë dhe pa diskutim që urojmë që të kesh shumë suksese. Unë e kam shkruar këtë format, e kam dorëzuar pranë agjendës në Itali, por jam gati t'ia dhuroj televizionit shqiptar të parë Top Channel-it, sepse unë jam pjesëtar i Top Channel-it, por jam gati t'ia dhuroj formatin televizionit të parë
që do të kërkoj për t'i dhënë mundësin të gjithë të rinjve të bëjnë atë që të realizojnë ëndrën e tyre, por ne duam kameramanin më të zot, skenografin më të zot, duam të japim hapësirë talenteve të rinjve që të gjejnë një punë. Sepse vërtet këtu kemi mundësinë për të marrë një diplom, për të mbaruar fakultetin, por shansi i madh është të jepet një mundësi Grazie Luigi. Ezdalin. Një pyetja kisha unë, këto që do fitojnë ku do punojnë? Se okej, nuk besoj që duhet. Po një pyetje me vend kjo, mund t'i përkthehet, ë? Tani po të përgjigjem. Në format është parashikuar një kontratë me televizionin që merr programin, pra nëse televizioni ka të gjithë të drejtën dhe detyrën për t'i dhënë mundësinë për të punësuar këta të rinj. Pra kjo është pjesë e përfshirë në projekt. Është pjesë e përfshirë në projektit. Nuk është gjithmonë në vërtet që i pari është i pari, sepse edhe i fundit mund t'jetë i pari. Kam pasur mundësinë të punoj me kokat e mëdha të televizionit italian, me Mike Bongiorno, Mara Vanier, Raffaella Carrà dhe të tjerë që nuk dua t'i citoj, por që emra me të cilët ne jemi rritur. Esatto. E anche loro hanno sempre dato spazio. Dhe ata kanë dhënë hapësira. Pipo në një emision që unë e adhuroj është një mjeshtër që thot këtë e kam krijuar unë, por unë mbaj mend një program që bëri ai përpara i pari, të dal i pari nga shkolla informacioni, dhe këtë do doja të doja unë propozoj një reality, po që të jetë një reality shoqëror, dhe e përsëris jam gati të adhuroj formatin tim televizionit të parë, dua të adhuroj. Oferta u hap. Shumë ide interesante, por në Itali ka shumë mundësi punësimi, dhe është Italia, është me 70 milion banor. Ne jemi 3 milion banor këtu. Krijojnë audicione, bëjnë audicione për talentet e reja, dhe ka dhe televizionet që po e bëjnë aktualisht, përsëri do fitoj vetëm njëri, do punësohet vetëm një. Sapet shumë vend për të gjithë. Po 10. Se në 10. No, su questo ti devo contraddire, non è così. Nuk është kështu, duhet të kundërshtoj, sepse duhet të kesh kurajën të marrësh si autor dhe të marrësh një person dhe t'i thuash që ti ke cilësitë për të bërë këtë program. Është e vërtetë që është mundësia për të lidhur për të marrë një person, për shembull, që ka një background televiziv nga mbrapa, po jo në Shqipëri. Sot për sot Shqipëria nuk është se ka nuk ka një auditel, ka një sondazh, por nuk është auditel. Për të vlerësuar programin tënd, sot është publiciteti. Nëse ti nesër bëhesh personazhi që ke dhe një sponsor në krah, atëherë ti ke arritur qëllimin tënd. Nuk i heqim vendin e punës askujt, duhet thjesht të japim hapësirë. Me parë se ndjesh e realizuar jo si imazh, por në një program që drejton, sepse ti ke brenda teje diçka që do të japësh. Tash këtë do ta konsiderosh që cilësia jote në kohë do vlerësohet edhe në programe të tjera. Është drejtë që ti nesër kur të kesh mundësinë për të drejtuar një program, duhet të kesh, duhet të vlerësosh veten dhe duhet të dëgjosh regjisorin, autorin, drejtorin, sepse ata të këshillojnë vetëm për mirë.
sono chiamato per farti la guerra. Vetëm nuk besoj se dikush kur të thret të bësh një program të ka thirrur për të shpallur luftë. Anzi, sono perché miglioro. Jam tu domethënë sepse për të përmirësuar në jetë punohet për emër, për famë. Jo vetëm për të bërë lajm. Io penso che do il consiglio a tutti i giovani che Prandaj unë I këshilloj të gjithë të rinjve. Ma tu sei un modello di esempio. Ti je një model për të marrë shembull për të gjitha vajzat që të shohin nga televizionet e Shqipërisë dhe nuk arrin të kuptojnë se si të arrish. Atëherë mendoj se rruga më e mirë, më e drejtë, më korrekte është që një person që punon në fushën e spektaklit është kjo që unë të jap mundësinë të punosh në këtë fushë dhe jam transparent, pa kompromise apo rrugë të dyta. Por këtë më tepër po I referohem Italisë së Shqipërisë. Në Itali mua më konsiderojnë si Ma io porto ad esempio sempre una mia cosa personale. Marr për shembull diçka timen. Unë në jetën time kam të njëjtin celular për 23 vjet. Nuk pi duhan. Sempre lo stesso. Quindi kam të njëjtin numër telefoni. Gjithçka sekreti është çfarë do të mbjellësh, çfarë do të japësh të tjerëve. Nëse ti ndjen veten të fortë dhe për mua je, non devi temere la concorrenza di nessuno. Nuk duhet ti druhesh konkurrencës së askujt. Non è la persona. Ti ho voluto rispondere, sono io che te l'ho detto, non tu. Però credimi, ci sono migliaia di giovani che hanno tanto talento. Ka miliona të rinj që duan të punojnë dhe janë të talentuar. Ka njerëz që kanë vullnetin të punojnë, duan të bëjnë aktor. Ndoshta edhe në punën më të thjeshtë, jo vetëm në fushën e spektaklit. Dhe unë uroj percorso sociale che è iniziato l'Albania. Kjo rrugë sociale që ka marrë Shqipëria të çojë deri në fund zhvillimin ekonomik, në fushën e punës dhe në fushën e punës për të gjithë të rinjt. Ne kemi ju keni një forcë të madhe që ne në Itali nuk I kemi, ju keni rinin. Ne jemi në dorë të qeveritarëve që tashmë kanë arritur një moshë mbi 80 dhe nuk mund të na japin më. Sot jetohet me vullnet. Luigi, mendoj se Viola e mori gjën e saj. Ezdalin, para pak javësh kemi patur edhe Olën të ftuar në studio dhe do doja të pyesja pikërisht për këtë marrëdhënien njëjti profesion, ndanit njëjtën skenë, njëjtën punë, në familje gjithashtu, si është kjo jetesa gjithandej njësoj? Ndikon në karrierë, ndikon në familje? Jo, ndikon pozitivisht në karrierë. Pozitivisht, sigurisht. Edhe pjesa më e madhe, domethënë nuk ngel shumë hapësirë që të penjojmë njëri tjetrin, se pjesa më e madhe na e zën puna, kemi proces normal, zgjellim mëngjes, çojmë vajzën kopësht. Edhe shkojmë punë, qëllon që duhet punojmë edhe 2 herë në ditë, ose 3 ditë javës ne kemi të zëna me shfaqje, domethënë nga ora 3 mazdites deri në 10 darkës, që janë portokallit, premtet shtunë dhe diela që është gjithë ditën. Një ditë kemi pushim, mundohemi të reagohemi nga njëri tjetri, 2 ditë të tjera ngelim pastaj proces rutinë. Absolutisht jo, se bëj shaka, nuk bile se ndihmon shumë për punën. Jo, sikur tjetë kështu, nuk ka asnjë problem. Për punën e ndihmon shumë. Pasi jeni gjithkohën bashkë. Jo, absolutisht jo, u bën goxha. Bën fuqin. Atëherë e kemi shumë kollajt për punën, se jemi 2 veta, të 2 koreografë, të 2 kërcimtarë, punojmë me njëri tjetrin, merremi vesh shumë mirë. Kjo gjë reflektohet edhe në trup. Po kështu zënga profesionale, kush e bën më mirë apo ti ke të drejtë, unë s'kam. Këto nuk shmangen, në këtë pikë nuk shmangen. Po gjithmonë fiton e mira midis këtyre babi, gjithmonë qëllon që na fiton më e mira. Dhe gjithmonë të riqesh pak ti, se unë ju kam rastisur tek këto zënga profesionale. Më kështu më I tërhequr. Më tolerant. Po tolerant. Pa diskutim se s'do I bim mujt aty në kokë. Ne po vjen një pikë. Mirë, Viola Spiro, falemderit, Ezdalin Gorani dhe kënaqësi, Luigi De Filipis, grazie di averci qui oggi. Edhe shumë suksesa. Dashur spektator, pas kësaj bisede pra për televizionin në kohët moderne, me të ftuar mjaft special, jo vetëm në këtë pjesë, po edhe pjesën e parë dua sërish të falenderoj kolegët e mi, ato që fshihen brapa kamerave, të gjithë stafin e Digital, edhe për më së fundmi ju të dashur mi që na ndiqni dhe na përkrahni. Natë e mirë, bashkë mos harroni që jemi sërish javën tjetër.